çfarë mesazhi jep safi në namaz? Shqiqoni, safi do thotë është një mesazh i madh i muslimanëve i cili tregon unitetin e besimtarëve, të cilën unitet për fat keq do thotë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam veç muslimanët ja kanë nisën do thotë me hub. Po edhe kjo hupje e unitetit muslimanëve, edhe kjo është një prej mugjizave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka paralajmëruar dhe ka thonë ai i cili jeton mas meje do të sheh do thotë fitne të mëdha. Ashtu që një prej fitneve që është do thotë hupja e unitetit në mesin e muslimanëve, e safi do thotë tregon do thotë çështje të unitetit. Kemi do thotë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se me laçet kur dalin përpara Allahut të xhelal rreshtohen në safe. Edhe ne pra do thotë faktikisht derisa jemi në namaz jemi në gradën e melekëve, po edhe ja te kalojna bile do thotë melekëve, për atë arsye pra rreshtohemi në për safe apo në për rreshta, të cilat rreshta do thotë duhet me qenë do thotë të mbushura mirë, mos me lanë drastik që me te kalu do thotë shejtani, duke i bashku do thotë supet, edhe duke i bashku do thotë kamt, që mos me lanë do thotë hapësin shejtanit me hi. Por ajo do thotë duhet më bënë në atë mënyrë që jo me i xhanu shumë kamt, edhe pastaj supet mos mu përpjek njëna me tjetrën, po mu përpjek supet, kur përpjekën supet, përpjekën edhe kamt duke mos i hapën do thotë kamt, ashtu që praktikohet ky sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe do thotë drejtohet safit, ashtu që na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi ka thonë Allahu nuk shiqon në safin e shtrenjtë. Do thotë ne kemi për obligim me drejtue safin, edhe me mushë ata ashtu që na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për me tregue çka unitetin, apo me tregu do thotë bashkimin në mesin e muslimanëve. E pastaj do thotë më në fund kur e kryna se do thotë namazin thonë asalamu alaykum wa rahmatullah, përshëndetmi do thotë besimtarët të cilët janë nga ana e djathtë, e pastaj përshëndetmi edhe besimtarët të cilët janë do thotë nga ana e shmajt, ndërsa selami është do thotë fjalë e pajtimit, apo fjalë e unitetit, apo fjalë e cila do thotë na bashkon. Thjesht do thotë safi është një element do thotë i bashkimit, i cili do thotë duhet me qenë mesin e muslimanëve. Inshallah Allahu dhul xhelal na bashkon zemrat dhe të gjithë muslimanët që janë në dunjë, inshallah na ban në një saf të përbashkët, duke mos u përçarë në mendime dhe në do thotë punë tjera të cilat do thotë i kemi në botën islame për momentin. Amin.